Shqipëria është vendi i parë në botë për përdorimin e kokainës. Ky ka qenë konstatimi i dalë nga një raport i Kombeve të Bashkuara në vitin 2017, në të cilin theksohej se shqiptarët linin pas edhe banorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por i njëjti konstatim ritheksohet 8 vite më vonë, pas një sondazhi të zhvilluar nga Agjencia e Drograve të Bashkimit Evropian. Sipas sondazhit të publikuar nga Monitor, përdoruesit shqiptar të drograve kanë nivelin më të lartë të përdorimit të kokainës në Bashkimin Evropian. 41% e shqiptarëve kanë konsumuar kokainë, përkundrejt 21% që është niveli mesatar në Ballkanin Perëndimor dhe 29% të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kanabisi mbetet substanca më e përdorur nga shqiptarët, pasi 56% e të anketuarve kanë deklaruar se e konsumojnë atë. Shqipëria është i vetmi vend ku kokaina është substanca e dytë më e përdorur. 41% e përdoruesve të drogës kanë deklaruar se kanë konsumuar kokainë në 12 muajt e fundit. Në Ballkanin Perëndimor, substanca e dytë më e konsumuar është benzodiazepines. Në Shqipëri, substanca e tretë më e përdorur është ekstazi, që konsumohet nga 16% e popullatës, e ndjekur nga kërpudhat dhe truflat, që konsumohet nga 11% e popullatës. Kokaina pudër e ka konsumin më të lartë në bare. 75% e konsumuesve të kokainës kanë deklaruar se e përdorin atë në lokale. 69% e ka konsumuar në shtëpi, në festa apo festivale muzikore 51%, në makina 39%, në parqe apo hapësira publike të hapura 29%. Ndërsa kokaina kristal, e njohur ndryshe si crack, konsumohet nga 75% e përdoruesve në shtëpi dhe 35% në bare. Arsyet kryesore të përdorimit të kokainës pudër janë për të ardhur në qef, për të argëtuar, për të bërë shoqëri, për të shndruar zgjuar, si dhe për të reduktuar efektet e alkoolit. Ambientet e hapura janë vendet ku kryesisht konsumohet kanabis, bazuar në 67% e të anketuarve. Edhe shtëpia, e vetja apo e dikujt tjetër mbetet një ambient i preferuar për 61% e të anketuarve, ndërsa 44% prej tyre preferojnë festat dhe festivalet muzikore. Arsyet kryesore që i shtyn shqiptarët të konsumojnë kanabis është për të relaksuar, për të përmirësuar gjumin, për të menaxhuar depresionin, si dhe për të bërë shoqëri. 17% e të anketuarve deklaruan se një nga vendet ku ata konsumonin kanabis ishin edhe shkollat. 11% kanë deklaruar se e konsumonin në punë, ndonse në përqindje të ulta kokaina ka hyrë edhe në shkolla, pasi 4% e të anketuarve kanë deklaruar se e konsumojnë atë edhe në ambientet e shkollave. Më i lartë është konsumimi i kokainës pluhur në zyra, pasi 20% e të anketuarve kanë deklaruar se e kanë konsumuar atë në zyra. Edhe për kokainën kristal, 17% e përdoruesve deklaruan se kishin përdorur atë në punë. Përdorimi i shumëfisht i substancave që nënkupton përdorimin e një ose më shumë substancave në të njëjtën kohë është raportuar për të gjitha llojet e drograve. Sipas të dhënave të anketimit realizuar për Shqipërinë, 70% e përdoruesve kanë deklaruar se konsumonin kanabis me cigare ose kanabis me alkool. 83% e përdoruesve kanë deklaruar se konsumojnë kokainën pluhur me alkool dhe cigare apo nikotinë. Dhe 26% prej tyre kanë deklaruar se kombinojnë kokainën me kanabis. Për sa i përket kanabisit, 46% e përdoruesve kanë deklaruar se e gjejnë atë në persona që njohin dhe në rrethe miqësore. 31% kanë deklaruar se e gjejnë burimet përmes telefonit, mesazheve apo emaileve. Miqt dhe rrethi të njohurve janë gjithashtu edhe burim për gjetjen e kokainës. 47% kanë deklaruar se e gjejnë atë përmes kontakteve që kanë përmes mesazheve, telefonit apo emailit. Edhe për substancat e tjera si metamfetamin, amfetamin dhe heroin, burimi kryesor mbeten miqt.